dhe është deleguar dhe edhe është marrë pastaj prokuroria e Barit. Zoti Softa, kam një pyetje për ta mbyllur. Kolegu Ferdinand Dervishi deklaroi që nëse do hapet aplikacioni Google Pixel, mundet edhe sipas tij do të zbardhet edhe fati i Ervis Martinat, një personazh i tashmë të njohur nga të gjithë, i zhdukur prej 2022-shit, por sipas tij ai ka pasur komunikimin e këtë aplikacion edhe mund të tregoj fatin e tij final, pra, ndërkohë që nuk kanë munguar vitet e fundit edhe gazetarët e njohës të sigurisë media që mundet e kanë lidhur duke ngritur dyshime për fatin e tij dhe me grupin e Shkozetit. Pra, i lidhen gjitha këto bashkë, pra ka shanse çfarë është ky aplikacion një herë? Së pari këta janë telefon. Google Pixel është një prodhim telefonësh, tablet, që është sot në qarkullim. Kanë vlera 400-500 euro, më e mira e fundit që ka dalë sot treg është 1100 euro, 1099 euro. Dhe ky lloj aplikacioni komunikues, sigurisht ka një server të caktuar, ku në nivelin e komunikimit është i hapur, ka dhe aplikacione të saj, apo nivelet të saj, që është inkriptimi, por nuk ka asnjë lloj sigurie për faktin që është sistemi i platformës është Android. Android është nga sistemet që në çdo kohë në një aplikacion të duhur, në një telefon të duhur, mund të dërgosh linke apo forma spajt, cilët janë forma për të marrë dhe për të dekriptuar informacionin. Por mos harro se këto janë server të cilët janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mundësia e përgjimit, sidomos në këto, është shumë herë më e mundshme. Por nuk mendoj që këta persona të kësaj bote kaq të sofistikuar të kenë mundësi të shkojnë në aplikacione të tilla apo telefon të tillë të cilët janë lehtësisht të përgjithshëm. Ato çfarë ata besonin më shumë ka qenë Sky, EncroChat, kanë qenë disa aplikacione ku shkalla e besimit ka qenë e lartë dhe ka qenë shumë e vështirë. Thyrja dhe depërtimi, ata nuk ishin thjesht telefon, pa ata ishin me pagesë, me një kod caktuar që duhet paguaj çdo muaj, dhe këta shpërndashin duke e kthyer tregtinë e tyre vetë bota e krimit. Pra nuk ishin telefon që mund të gjejnë në supermarket apo t'i mblejen në internet. Këta kishin një linjë caktuar ku një pjesë e tyre i lan drogën dhe trafiqet dhe u kthyen tek shitja dhe shpërndarja e telefonave, sepse jepte më shumë fitime dhe më lehtësi për fituar se sa vetë ai tregti që ata kishin bërë më parë. Po, ky grup, hetimet për këtë grup mund të kryqëzohen rrugët me fatin e tij apo jo? Unë mendoj që është folur shumë për figurën e Martinait dhe asgjë nuk çon tek një konkluzion, sepse gjithë janë hamendje, gjithë janë për klikime, asnjë konkluzion dhe asnjë formë prove të tregoj nëse ai është vrarë apo është i gjallë. Për faktin që nuk ka një provë, unë vazhdoj të them që ai është gjallë. Dhe vazhdojnë të dalin her pas here njoftime për persona të cilët janë zhdukur në shumë vite dhe janë riçfaqur. Një rast mos gaboj para ca kohësh, mas 22 vjetësh u bë gjallë një grua e cila ishte shpallur e humbur. Pra, kjo është një. E dyta, u pol shumë edhe nga ish ministri Balla, nga drejtori Rumbullaku, nga disa struktura të shtetit, të cilët thanë që ekzistojnë pamje filmike, dikush thoshte e kishin ndarë në 4 pjesë, dyshimet që mund të ishin në det dhe operacionet që janë pasqyruar në media, që bënë kërkime në disa zona të jugut për gjetur trupin e tij, po si mund të gjesh trupin e tij kur trupi dekompozohet, kur kanë kaluar kaq kohë nëse do ishte një gjë e tillë. Pra nuk ka asgjë, dhe asnjë provë se të japi një fakt të tillë. Dhe zbërthimi këtyre aplikacioneve dhe komunikimet me ta, se po të gjithë ato që janë të kalibrit të Martinaj, janë shumë të rafinuar sepse ato vinë nga një eksperiencë. Fakti që i ka shpëtuar atentateve, që i ka shpëtuar arrestimeve, që ka pasur mundësi të mbjetoj dhe të riorganizoj, këta persona përdorin disa forma të ndryshimit të platformave. Nuk mund të rinë besnik ndaj një platformë, përdorin disa platforma, ndrojnë her pas here kodet e komunikimit, sepse kjo është forma e njohur atyre personave që dinë të mbjetojnë në çdo të situatë kur mbrapa kishte edhe shtetin dhe kundërshtarët. Prandaj nuk është e thjeshtë
Dhe nuk është e lehtë të themi që nga ky zbërthim do të dalim dhe do të kuptojmë që ai nuk është gjatë. Jo, është ndërprerje një komunikim, ai e di shumë mirë që çfarë do të mbahet në përgjithësim. Do të mbahen familjarët, njerëz të tij të dashur, njerëz të tij të cilët komunikojmë. Mund të ketë një ndërmjetësim tjetër të një personi tjetër që mund të marrë një rol. Dhe ai mund të jetë një person që mbetet në hije, sepse është shumë i rrezikuar në raport me kërkimet. Sa herë që ka pas dyshime, sa herë i kanë bërë kontroll banesës tij. Rastet e dyta, rikthimin banesë, ku janë gjetur pastaj në ato kosheret e mbledhve, kujtohen edhe momentet që gjetën antiplum, gjetën armë, gjetën të tjera. Pra, këto armët dhe këto kosheret që ishin futur, kush erdhi? Ervis Martina i futi prapë apo i futën familjarët? Po pse këto nuk i bën kontrollet e para dhe duhet i gjejnë kontrollet e dyta? E kupton se sa shumë abuzim ka me këto informacione? Dhe unë prandaj vazhdoj të them që para se të vim te ky aplikacion që thoni ju, ka një aplikacion tjetër të cilën Nureddin Dumani ka deklaruar apo jo, që komunikimet ne i bënim në atë platformën e fundit. S'm kujtohet emri i atij të aplikacionit dhe në fakt doli që ky ishte një nga aplikacion. Po. Ky ishte më i lakuari që grupet kriminale kishin përdorur. Se nga zbërthimi i tij patjetër do të ketë surpriza. Aty po. Aty mund të kemi surpriza, dhe aty mund të kemi informacione të vlefshme për të gjithë agjencitë e hetimit ndërkombëtare. Pra, sy duhet mbajtur te Matrixi, jo te Google Pixeli. Matrix pra, sepse ai nuk ka folur paktën dhe Dumani. Ne themi që Dumani ishte një informator që ndihmoi shumë hetimin ndaj këtij operacioni që ne sapo e pam, pra operacionin Ura. Dhe ai ka folur dhe në fillim u duk i çuditur opinioni, por ai foli për këtë aplikacion. Fakti që ai ka folur dhe më pas doli që ky aplikacion është thyer dhe ka komunikime me interes për drejtësinë, nuk janë bërë publike, po janë duke i zbërthyer, dhe ato janë pafundësisht informacione të cilët do të vlen për të zbuluar shumë më shumë të dhëna që kishim nga Sky apo aplikacione tjera. Dorsa ky është një aplikacion i thjesht, lehtësisht i thyeshëm dhe i pamundur për ta besuar, sepse që në momentin që thua serverat janë atje, ti në këtë moment nuk mund të besosh sepse ti e di shumë mirë dhe ne dim gjithë shumë mirë se çfarë fuqie ka CIA dhe FBI dhe DEA në raport me bashkëpunimin në këto struktura apo në këto platforma dhe çfarë teknologjie përdorin ata për të depërtuar dhe për të hyrë qoftë në platforma që pak a shumë në pamje të parë duken të besueshme. Zoti Softa, të falenderoj shumë për gjithë bisedën e gjatë dhe gjitha çështjet që trajtuam.